30 sportistë ushtruan sporte ujore mbi dallg në bregdetin e sektorit Rinia në Durrës. Të ardhur nga qytete të ndryshme të vendit, por dhe nga vendet fqinje, të rinj që i bashkon pasioni për kitesurfing, këto sporte ekstreme u bashkuan në Durrës. Me adrenalin, akrobacit mbi dallg dhe parashuta me shumë ngjyra, admiruesit e kësaj disipline sportive dhuruan një spektakël të vërtet në bregdet. Në garë me njëri tjetrin, por edhe me kushtet atmosferike, sportistët pjesëmarrës u munduan të japin më të mirën e tyre në këtë debutim të parë në kampionatin kombëtar. Po zhvillohet me dy disiplina, kitesurfing dhe windsurfing, tha Fatjon Koçi, presidenti i Federatës Kombëtare të Kitesurfing. Kjo është federata e surfit, shqiptare surfit, dhe e cila përbëhet nga windsurfi, kitesurfi edhe wingfoili. Sot ne do bëjmë dy disiplina, të kitesurfit dhe të windsurfit, dhe jemi diku ke 4 ekipe, 4 klube, të cilat do formojmë. Përveç asaj kemi marrin pjesë edhe të huaj, nga Maqedonia, nga Malizi, edhe gjerman turista të cilët e preferojnë shumë këtë sport. Sot është hera e parë që ne zhvillojmë kampionatin dhe shpresoj të dalim me sukses. Organizatorët e këtij kampionati të parë kombëtar në këtë disiplinë të sporteve ujore ekstreme synojnë që takimi të jetë i pari shumë të tjerëve që do të pasojnë në të ardhmen në këtë disiplinë. Në këtë mënyrë vendi ynë mund të vendoset në vitet në vijim në artën e disiplinave të preferuara për sportet ujore në mesdhe.